Niko ka filluar koha, theni që koha. Ju lutem zoti Balliu. Kur të mbaroj, pra tani jemi në diskutim. Ju lutem uluni, nuk jemi në procedurë, s'kemi procedurë, jemi në diskutim. Rendi ditës përfundoi, nuk jemi në proces votimi, nuk jemi nëse keni ndonjë propozim për ndërprerje seance vetëm, ajo është, ajo ngelet. Po, s'ke. Atëherë meqense nuk keni, nuk ka procedurë. Zonja Balluku, fjala për ju. Ju lutem uluni. Ju lutem uluni. Do ta marrë procedurë kur të jetë momenti për procedurë. Tani jemi në diskutim. Ju lutem dëgjoni diskutimin. Ose lini sallën, zoti Bardhi. I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, përpara se të nisë prezantimin e buxhetit sektorial për Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, 11 programet që ajo përfshin, dëshiroj të them disa fjalë që ja kam borxh mira qytetarëve, që më kanë besuar për faqësimin e tyre. Më duhet të them disa fjalë jo për të kompensuar baltën, aludimet, gjysmë të vërtetat dhe gënjeshtrat e thëna me bollëk kotoko, por për detyrimin që kam ndaj kujdo në këtë vend që beson tek puna dhe jo tek balta. Nuk do dëgjoni kurrë nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re, edhe kur preken personalisht. As lëvdata e himna, pasi besoj thellësisht se kjo drejtësi e re e dal nga reforma, produkt i vullnetit politik të Partisë Socialiste dhe të Edi Ramës, është duke kryer misionin për cilin u reformua. Patjetër, me pikat e saj të dobta, me pikat e saj të forta, por si gjithçka e re, konsolidohet dita ditës. Nuk do më dëgjoni kurrë të merrem me prokuror e gjyqtar, pasi secili prej tyre bën detyrën ashtu si e gjykon. Nuk do të prononcohem kurrë për çështjen e nënhetim, pasi ato kanë rrugën e tyre, të cilën do e ndjek me diskrecion të plotë, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Por, unë si gjithë kolegët e mi të Partisë Socialiste, mbështesim reformën në drejtësi dhe produktet e saj, edhe kur prekemi personalisht, pasi ndryshe, nga sa thoni e mendohet, Partia Socialiste është një formacion politik serioz, i vetmi në Republikën e Shqipërisë, ku fjala e secilit dëgjohet dhe fjala e secilit ka peshë. E ajo reform ka marrë mbështetjen e çdo socialisti. Ndaj, në respekt të plot të misionit të saj, nuk kam asnjë koment. Çështja qëndron se ju të nderuar opozitarë që më ndihni nga kafja e parlamentit në këto momente. Keni dy standarde për sa i përket reformës në drejtësi dhe për sa i përket SPAK-ut. Kur SPAK thret Saliun dhe Lozni ku kam qefti me zarfin, i cili është zarfi që pret 15 vite populli shqiptar për drejtësi, për një vrasje shtetërore në 21 janar, atëherë SPAK-u ndikohet nga Edi Rama. Kur SPAK-u thret Sali Berishën dhe e mban me arrest shtëpie për ditë e për muaj, dhe më pas, kur sot është i pandehur në GKO për korupcion pasiv të zyrtarëve të lartë, atëherë Edi Rama e ndikon SPAK-un. Por, kur, sipas jush,
Sigurisht që do të flasë për gjitha, po ti ule pak atë zërin se e ke shqetësues në decibel. Merret me majorancën, atëre ju bëheni martirët e drejtësisë, bëheni britma dhe klithma e saj. Deputet opozitar, detyra e një opozite është oferta politike e saj, ndryshe nga oferta politike e majorancës. Rotacionin që kaq shumë e doni, nuk mund të bazoni me pathos se këtë do të kap spaku nga majoranca. Jeni kthyer në një tifozëri sedentare, që i lutet Zotit aman t'i heq spaku këta që të vim në. Por rotacioni bëhet me vot, dhe jo me lutje Eduard Trokitje. Sot buxheti 2026 që prezantohet në këtë sallë është premtimi i mbajtur i ofertës politike të Edi Ramës. Kush është alternativa juaj? Çfarë i ofroni ndryshe shqiptarëve? Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por me demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju për të qenë pranë faraonit Sali, duhet jesh humbës, duhet të mos kesh shtyllë kurizore, duhet të jesh kamaleont politik i cili ndryshon gjyrë dhe formë. Pika 1 e rregullores për shkelje të përsëritur. Jo, është duke folur, çfarë mundesh, tu nuk është kafene. Zoti Sheaj, nëse do të vazhdoni të prishni seancën, do të vijojmë me masat disiplinore, sipas rregullores. Zoti Sheaj, uluni. Keni marrë 2 masa, ju lutem nëse vazhdoni do të merrni masën e tretë që është heqja e të drejtës së fjalës për ditën e sotme. Nëse vazhdoni do të merrni masën e tretë. Zonja Balluku. Faleminderit. Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju, për të qenë pranë faraonit Sali, duhet të mos kesh formë, shtyllë kurizore, të jesh një kamaleon që ndryshon madje qëndrim politik edhe brenda 24 orëve. Është normale ndoshta për llojin tuaj që të bëni këtë lloj opozite, që për të thënë të drejtën nuk është se nuk na vjen për shtat. Por, jo. Edhe ne do të dëshironim një opozitë më të mirë, një opozitë serioze, një opozitë që nuk e ka luftën personale me askënd, por e ka luftën ideologjike. Ja që nuk e kemi këtë mundësi, dhe unë personalisht e kam shumë të qartë pse jam në një sulm personal që nuk më ka nisur as sot, as ditën që shkova në SPAK, por ka kohë që më ka nisur. Pasi ju nuk e falni as suksesin politik, edhe as njeriu që punon. Madje, ju nuk i falni ata që dallojnë as brenda radhëve tuaja, pa përjashtuar askënd nga ky krah. Ju nuk falni 8 humbje në 12 vitet e fundit. Dhe ju, përmes sulmeve personale ndaj secilit prej ne, padyshim mbuloni dështimin tuaj. Dëgjova këtu një thirrje pak më parë dhe më bëri shumë përshtypje. Dikush u ngrit nga radhët tuaja dhe tha të mos speremi me familjarët. Seriozisht, kur e vendosët këtë akt etik? Na njoftoni dhe ne, sepse ju nuk merreni thjesht me familjarët. Ju keni ngritur të vdekurit nga varri dhe i keni sjellë në përfoltore e në parlamente.